Me që turistët, jo vetëm që nuk janë trëmbur, por edhe po na bashkojnë këto protesta, atëherë unë do të përmend se kush janë sabotatorët e turizmit Shqipëri dhe le ta marri vesh mbreti bashkë me klonët e oborrit. A ka sabotator më të madh se kjo qeveri, e cila kur erdhi në pushtet, euro ishte me 140 dhe sot që po ikën nga pushteti, euro ka rënë në 93. A ka po jo sabotator më të madh për sektorin e turizmit se sa është vlerësimi i lekut në raport me euron me 35%. Dhe akoma nuk keni para asgjë, sepse kulmi i sezonit turistik nuk ka ardhur dhe se ku do ndalet euro vetëm një Zot e di. Kështu që të rezistojmë dhe të protestojmë për ta larguar këtë, sepse turizmi do të stabilizohet kur Edi Rama të largohet. A ka sabotim më të madh se mos t'i japësh certifikatën e pronësisë pronarëve të vërtet, duke mos i hapur atyre rrugën për të investuar në pronat e tyre? Sabotim është kur ndërton aeroport për fushat elektorale dhe mbas fushatës elektorale e mbyll atë. E mbani mend Kuksin apo jo? Sa prej jush kanë fluturuar nga aeroporti i Kuksit mbasi mbaroi fushata elektorale? Sa turistë kanë ardhur nga aeroporti i Kuksit për të vizituar Shqipërinë? A ka sabotim më të madh se sa për interesat e tyre personale, Edi Rama dhe Belinda Balluku e kanë marrë peng aeroportin e Vlorës? Këtë vit duhet kishim turistët e parë që të vinin në aeroportin e Vlorës, por për shkak se janë prishur pazaret midis oligarkëve Ramës dhe Ballukut, ata po e sabotojnë turizmin, sepse ata nuk e duan turizmin. Por sabotim është edhe që autostrada Tiranë-Durrës të marri 2 vjet për të zgjeruar vetëm 6 kilometra. Sa dekada do duhet për të zgjeruar të gjithë autostradën Tiranë-Durrës për të mundësuar mos pari jo turistëve, po ne qytetarëve Tiranës që të lëvizim lirshëm dhe mos torturohemi. Këta na flasin për sabotimin e turizmit, po nëse shkoni sot në Vlorë, keni disa rrugë, jo vetëm një që i kanë hapur për t'i riparuar në sezonin turistik, sepse nuk ju doli dimri për t'i riparuar rrugët. Sabotim i sezonit turistik është që dje nuk kishte drita ndërmi dhe sot para dite nuk kishte ujë disa lagje të Vlorës. Ky është sabotimi i turizmit dhe Edi Rama është përgjegjësi kryesor për këtë sabotim. Këta po flasin se ne po i largojmë investitorët e huaj, po e mbani mend vitin 2014, ku një investitor i huaj u ra për vdekje në mbikalimin e Kasharit, sepse si duket nuk kishte mbyllur pazaret me këta hajtot. Praktikisht Shqipëria është e hapur për investimet tuaja vetëm për ata që paguajnë haraç te Edi Rama dhe Belinda Balluku. Kështu që për këto arsye dhe shumë të tjera ata duhet japin dorëheqjen si qeveri. Tani nuk po ju lot shumë, sepse ka sabotime dhe dështimet pa fundit sa i qeverisë. Por do të bëj një thirrje për Spakun. Dua të bëj një thirrje për Spakun, që ta bëjnë të mundur që ky revolucion ndodhi paqësisht. Unë vi këtu
dhe gjeneratës që i përka se ka me roa Demja Sharin, ndërsa sot SPAK-u e ka mundësin që të bëhet hero për fëmijët tanë. Që fëmijët tanë kur të rriten dhe të kësojnë Shqipërinë e re që ne duam të ndërtojmë, të kenë herojnë prokurorët e SPAK-ut. Kështu që hetoni Edi Ramën, hetoni ministrat me afera korruptive, çojni ata në burg, pasi arrestimi Edi Ramës do i hapte rrugë procesit dhe Shqipërisë së re. Patjetër edhe Berishës. Rama në burg, Berisha në burg.